situatë. I kam thënë. Ose kur të ka pyet ndonjëri që tu ka dukt më i arsyeshëm? S'm ka pyet asnjëri sepse aty kemi qenë vetëm qeli kemi qenë. Domethënë s'kem pas burgosur të tjerë. Kemi qenë me qelia veç vet ne të rastit paraqinit. Domethënë s'kemi pas kontakt me askën. Unë për shembull s'kam pas një 14 muaj kontakt me fytyra tjera përpos gardianëve, hetuzëve, edhe mas 4 muajve familjarëve që na i lejonin ka 5 minuta vizitat në pas. Mas 4 muajve familjarët. Kur na transferuan në burgun e Beogradit dhe u krye edhe shkolla e dytë e gjyqit, mandej na lejuan të kemë në dhoma edhe të burgosur të tjerë. Po shkolla e dytë juve ja u bën 20 vjet? Shkolla e dytë ma ngriti dënimin, ma bëri 20 vjet, nga 15-20 vjet. Po. Edhe mandej, unë edhe Abdul Gjemil Alimoni, sepse dhe ati janë ngritën 20, ne kemi pas të drejta ankomi edhe në shkollën e tretë, shkollën federative. Shkolla tretë i vërtetoj dhe në nëntor të 88-ës më transferuan në burgun e Pozharevcit. Në burg Pozharevcit, mandej, kur shkova atje, të drejtë me të thënë, u më izoluan me njëherë dhe të nesër më mëngjes, nga dritaraja po dëgjoj zëra shqip. Më do kësu kërë erdhe në shtëpi, se s'kisha dëgjuar zëra. Kam hypë në dritare dhe i kam parë shokët, kanë qenë 12-13 duke shetitur në rreth ashtu njëri pas tjetrit, duart në shpinë, kokën ullur, duke shetitur po edhe duke folur dal nga dal njëri me tjetrin. Hypa në dritare dhe i përshëndeta. Si ju tregova kush jam, e ditën ata me njëherë. Po. Kujtohet i pari ka qenë Sami Kurteshi, mandej ka qenë Ezir Myrta aty, ka qenë Azmi Hoxha, Bajrush Gjemali, Shemsi Veseli, Bajrush Behrame, Avdi Gjata, Adem Grabovci, ka qenë në Smajl Haradinaj, Januz Januzaj, ky që ishte nënkryetari i kushtetutës i Prizrenit, Kryeziu. Qerem Kryeziu? Jo Qeremi, jo. Qeremi ka qenë kryetari, po... Kadriu. Profesori Kadri Kryeziu. Kadri Kryeziu e plot të tjerë, dhe më thonë, Bocin Smajl e përmena, Smajl Haradinaj, po të tjerë shtu. Dhe më thonë, kemi qenë, kur kam shkuar në 88 në burg Pozharevcit, po ka qenë edhe grupi bombashave të Prishtines me Rifat Kafexhollën. Rifat Kafexhollën i keni jofta, grupi bombashave. Ata kanë bërë aksione guerile. Guerile, po. Ata kanë qenë, të vetmit ata kanë qenë të dënuar për terrorizëm atë kohë. Po. Edhe kemi qenë një 60-70 burgosur shqiptar politik aty. Kur i takove për herë parë këta? Ma vonë se isha në izolim një herë. Në izolim isha, tani kur dola nga izolimi, kom dola nga izolimi në 90-ën, në majtë të 90-ën, dhe më thonë nga shtatori 87-ës deri në majtë të 90-ës, kam qenë në izolimi, herë në time, herë andej, tani erdhë kryqi i kush ndërkombëtar për herë të parë me na vizituar, edhe aty tani jemi parë dhe fizikisht, ne kemi biseduar në përmjet dritareve, nësa ata ishin shititje, ne bisedonim, por jo të prekemi, të përqafomit, për dore. Ishin të informuar ata për punën tuaj, e dinin për çfarë bëhet fjalë? Si ju tregova emrin e ditën ata, ne kam pas, në atë kohë, burgu na jepte rilindjen ose novostin, ose parapaguheshim ne, vetë. Po, për shpijet. Edhe kemi qenë të informuar, se aty, në izolime ku kemi qenë, s'ka pasur as radio, as televizion, përkasish ka qenë një smadhus të cilin e lëshonin ata që ka donin. Ata zakonisht lëshonin muzik, bile, se qelia ka qenë e vogël 2 me 4, dhe lëshonin atë zërin e masa që edhe të pengon të në vesh ashtu, por informoheshen. Tani kur bënëm pak burg, fillu mi mësu skutat edhe me gjithë modele komunikimi. I korruptonim gardianët, ta sjell këtë tranzistor. Kush vizitoj nga familja për herë të parë? Për herë të parë nëna më ka vizituar. Nana? Po, nëna herë. Edhe është interesant. Babajnë se kishe humbë 85. Pa vdek 85. Erdhë nëna në përmjet gerillave, e kishim drejtorin e burgut këto, unë si burgosur, dhe në këmbë rrinte
përkthyesi. Një toger ka qenë shqiptar, një burr i mirë me cilin mandej masi ku ndol nga burgu kam kontaktuar me te atë. Po Tafil Avdiaj. Tafil Avdiaj mandej ka qenë edhe në luftë të Kroacisë, të Kosovës, në TMK e kështu. A ka ardhur edhe në luftë Kosovës? Po, edhe në luftë Kosovës. A do ta të Po. Ka takimi me nanën e Shejsti. E kishte përjetuar rand sigurisht. Ama gishtin, tha djali, unë të farë grillet e vogla. Ka qenë nëna ime e fort, e vujtur ka qenë shumë e vujtur ka qenë, po edhe ajo më jep të kurajo, djali janë dhe ke, mësë mërzit, se s'ka denu zoti, t'ka denu e... Njeri, t'ka denu shkau. Shkau t'ka denu. Fix. Ashtë të thështë, po. Edhe shpesh herë të drejte me ta thënë, mendoja ku për e merë gjithat forcë. Tani asaj, aj kalvari mërzis, asaj ju shtua, sepse kur është në burg 87-ën, 88-ën, më vdeq vllai madh në Amerikë, 31 vjeç, edhe ajo deri në 2001-ën ka ardhur me vizitu në Požarevac edhe në përburgjet Sërbi, sepse krejt burgun e kam vujt në Sërbi, në Kosovë s'kam qenë fare. Ka qenë grua fort, deri në 2001, po. Tani ajo dola nga burgu edhe thashte kime dalë, kime të pritën e ty, kime martuti. Po. Dola u martova, kryo familjen e i priti, ajo tani në 2008 më vdeqe. A të përjetoj pavarësin? Jo. A jo, për pak? Jo, ka vdek me 3 janar. Me 3 janar 2008. Gjyshim me 16 janar. Po, ajo ka lind me 16 janar. Ka lindëna me 16, ka vdek me 3 janar. Po lirinë e Kosovës e përjetoj. Edhe djalin e vetë në Kosovë e ktheu. Dhe kur u ktheve në Kosovë? Në 2001? Me 14 mars 2001 jam liruar nga burgu. Edhe të thash 90-ën në atë kohë ka qenë kryetari i Jugosllavisë Dobrica Ćosić. Edhe dha amnesti për të burgosurit politik. U hoq 1/4 e denimit. Dhe unë qysh isha 20 vjet i dënuar, mu hoq 1/4 që i bie 5 vjet. 5 vjet. Tash isha edhe 15 vjet i dënuar. Edhe shokët filluan të dalin, edhe të dalin në 90-ën, me 28 dhe 29 nëntor ka dalë themi gjysme e të burgosërve që ishin, përse ata ishin ka fundi i vujtjes e denimit. Dhe me amnesti dollën me një herë, një pjesë e madhe të tyre dollën. E mandej në vitin 2000 ju bërë trazirat në përburgjet e Sërbis, filluan të kalin burgjet, kërkonin amnesti edhe kuvendi i Sërbis atëherë, apo shqujt Jugoslavi, Sërbia dhe Malizi, diçka që ashtu qujt. Se sa isha burg atje, 3 Jugoslavia u prishën. U prishën. Edhe u dha dhe një amnesti, edhe për të burgosurit politik u dha prap 25%. Edhe ajo e mira ka qenë aim se unë i kam bajtur vitet e burgut, por nuk e kam pritur datën e saktuar me dalë. Edhe një mëngjes vjen një gardian të dera aty dhe thot, cili është Riza Gjakli? Thash unë jam, dil jashtë. Thash a bën me ditë ku po shkoj, që ta marrin vesh këta ku po më qojnë, edhe ta di ku, nëse ma ndrojnë burgun ti marr robet, librat, po. Tha nëse do me shku në shtëpi, tha dil jashtë. Thash ja për shtëpi jam të prit që 14 vjet, po. I mora do të gjëra shka i kompost, pjesë ndërmuesi ja vlas shokëve që ishin në Çupri atje, dhe me kryshin e kush ndërkombëtar, më kanë sjell deri këtu në Mardar, mandej kanë dalë familjarët, gjithë kanë pritur po gjithë. Dhe erdhën në Kosovë. Erdhën në Kosovë.